Universiteti Metropolitan Tirana organizoi me sukses edicionin e dytë të Robotech 2025, kompeticionit kombëtar që bashkoi qindra të rinj shqiptar në një garë inovacioni dhe teknologjie. Ceremonia përmbyllëse u zhvillua në ambientet e Innovation Hub të Protik pranë piramidës, duke sjellë një atmosferë festive dhe inspiruese, ku u kurorzuan fituesit pas një rrugtimi intensiv. Në këtë edicion morën pjesë mbi 70 grupe gjimnazistësh nga e gjithë Shqipëria, me rreth 250 maturantë apasionuar pas teknologjisë dhe inovacionit, nga ku 23 ekipe u përzjodhën për garën, ndërsa 16 më të mirët siguruan një vend në finalen madhështore, të mbajtur më 27 prill. Ky kompeticion që fillimisht lindi si ide e një studenti, u mbështet dhe u zhvillua nga universiteti, dhe tani është kthyer në një aktivitet të përvitshëm që fton dhe ndihmon nxënësit e shkollave të mesme të zhvillojnë idetë e tyre në fushën e robotikës. Një hapësirë ku dijet nuk qëndrojnë në libra, por shndrohen në produkte, prototipe dhe përvojë reale. UMT është një universitet që ndihmon studentin të kuptojë që ideja e tij mund të bëhet realitet nëse ka pasion dhe angazhim. Robotech 2025 nuk do të kishte qenë i mundur pa mbështetjen e partnerëve kryesor si Qendra për Hapje dhe Dialog, Agjencia Kombëtare e Rinisë, Startup Agency, Protik Innovation Center, Piramida dhe Tumo Tirana, Plug and Play, si dhe Fondacioni Dritan Hoxha. Në fjalimet përshëndetëse u theksuar rëndësia e mbështetjes së të rinjve dhe fuqizimit të tyre përmes teknologjisë. Konstatojmë që të rinjtë tanë janë shumë talentuar dhe ne do t'i mbështesim të ardhmen që ky rrugtim që ka sjellë ata sot pra një suksesi të tillë, të mos ndërpritet, por të vazhdojë drejt profesionit apo edhe në drejt patentave të veçanta që ata mund të sjellin të ardhmen. Është një konkurs padyshim inovativ dhe ajo që ka shumë e rëndësishme se si inteligjenca artificiale dhe këto projekte inovative në fakt vihen në shërbimin tonë për të vepruar dhe për të ndihmuar sigurisht qenie njerëzore. Do të jenë përfaqësues të jashtëzakonshëm të një gjenerate për te kufive tanë në gjithë Europën. Kemi tashmë edhe një program të ri, i cili do të mbështesë talentet e reja. E ardhmja është ajo që ne bëjmë sot këtu. Është shumë e rëndësishme që këtë energji që ju keni, të mos ta ndalni. Ne besojmë fort që e ardhmja i përket teknologjisë informacionit dhe duhet bëhet pjesë e njohurive të përgjithshme të çdo gjimnaziste shqiptar dhe për këtë arsye do vazhdojmë të investojmë në programe të cilat rritin kapacitetet në këtë drejtim. Pas një rrugëtimi mbreslënës, çmimet kryesore të Robotech 2025 u ndanë si më poshtë. Çmimi i parë 2.000 euro Gjimnazi Sami Frashëri Tiranë, me projektin 3 Sense, dy çmime të dyta 1.500 euro secili. Gjimnazia Andon Zako Çajupi Tiranë me projektin Eko, Gjimnazia Sim Zeneli Gjirokastër me projektin Chrono Guide, dy çmime të treta 1.000 euro secili. Gjimnazi Leonik Tomeo Durrës me projektin Adriatic Bot, Gjimnazi Ismail Qemali Tiranë me projektin Aerocare, çmimi i publikut 500 euro, Gjimnazi Flatrat e Dijes Fier. Ky çmim u përcaktua nga një platformë votimi online ndërtuar nga UMT, ku regjistruan mbi 9.000 vota nga publiku shqiptar. Gjithashtu u shpërndan shumë çmime speciale nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Startup Albania. Agjencia Startup Albania i dha çmim 1.000 euro për idetë më premtuese projektit Crop Bot të Gjimnazit Petronini Luarasi, ndërsa Agjencia Kombëtare e Rinisë dha çmimin e talentit rinor projektit Marshall nga Gjimnazi Daskal Todri Elbasan. Universiteti Metropolitan Tirana me anë të kompeticionit të Robotech dëshmoi edhe një herë potencialin e jashtëzakonshëm të rinisë shqiptare për inovacion dhe zhvillim teknologjik.